Një avion i specializuar ushtarak i forcave ajrore të SBA-ve, Combat Shadow, ka zbarkuar në aeroportin e Nishit në Serbi, një zhvillim që ka ngritur shumë pikpyetje në qarqet rajonale të sigurisë, ndërsa raporti u publikua fillimisht nga mediat ruse. Ky avion nuk është një mjet i zakonshëm transporti, i ndërtuar për operacione speciale. Ai shërben për infiltrimin dhe evakuimin e forcave speciale, operacione nate dhe në lartësi të ulta, si dhe për furnizim ajror të helikopterëve në kushte të rrezikshme. Sipas burimeve, avioni është pajisur me sisteme të avancuara navigimi dhe mbrojtjeje që i mundsojnë të operojë në terrenet papërshtatshme dhe kushte me dukshmëri të ulët. Aterrimi i tij në Nish mbetet i pashpjeguar publikisht. Analisti Andrej Mlaker konfirmon se më parë në Nish kishin zbritur edhe 2 helikopterë amerikan, Black Hawk, të cilët qëndruan për 1 apo 2 ditë dhe më pas u larguan. Ai thotë se ky fundit ka ardhur nga baza ushtarake kroate Zemunik në Zadar dhe është parë në hapësirën ajrore të Nishit. Kjo klasë avionësh është përdorur më parë në operacione të fshehta në Bosnjë e Hercegovinë gjatë viteve 93-95 në emrin e koduar Operacia Padobran. Gjithashtu është raportuar se një avion pasagjerësh i ushtrisë italiane, i cili kishte ardhur nga Beiruti, ka zbritur në Nish dhe më pas ka vazhduar fluturimin. Mlaker thekson se një numër i madh avionësh të paidentifikuar kanë qarkulluar mbi Serbi kohët e fundit, çka rrit dyshimet për aktivitete të padeklaruara ushtarake ose diplomatike. Hipotezat janë të shumta, nga përgatitjet për paradën ushtarake serbe të 20 shtatorit në Beograd, ku pritet pjesëmarrja e avionëve francez Rafaele, deri te mundësia që Serbia po shfrytëzohet si pikë ndalimi për forca që lëvizin drejt lindjes së mesme. Në fokus është gjithashtu baza ushtarake jug pranë Bujanocit, e përdorur për stërvitje ndërkombëtare dhe misione paqëruese, ku nuk përjashtohet mundësia e aktivitetit të përbashkët me forca amerikane.